Kjo motra pyet, thot, punojnë në bank. Jam pastruese, pastroj. Po më thojnë që e kam haram, a është e vërtet? E para, nga aspekti fetar të punuarit në bank edhe si pastruese, kisha me thonë më u largu. Nga ma mirë mu, ma paq, largo. E di që mund është me pas nevoj, kret, largo. Rrim ma paq. Zdu të hynë detaje, të spjegoj, të flas, nëse mund është largo. E dyta, je femër. Ku mbet krenaria bashortit tanë? Nëse je keq, kemet je pështet për muri, fukarallok e tjere. Po na, po shko me një vend tjetër, jo në bank, bile gjysat keqes. Keni kujdes, ju që e një bura, që keni mundësi me punu, e me i majtë familjet e juja. Le një gratë në përshpia, le të rinë si zoja, le të rritin fëmijët e vetë, le të edukojnë fëmijët e vetë. E di se sistemi që është programu këtu, e rrota e globalizme që përhec, nuk e pëlqeni këta, por unë për të regaj se si një fisnik mundet me dy dur që i ka me majt një familje, një grua dhe. Kretë kjo punë që e përmend pastruese është halal, është krenari, është punë e halalit më stanin. Por unë jam të folë për një kategori të burrave të cilët duhet më mundu me mishe me shpirt, sa të kanë mundësi me punu vetë e gratë të tyne me i lanë si zoja në përshpi, e me përgadit ushqimin e gjanat e tjera, me i rritë fëmijët e me edukua, me qyrë vjerrin e tjere, me pritë mirë burrin me... Kjo është ma mira. Puna e femnës nuk është ndalume, por nuk është forma ma mirë, është alternativë. Keni kujdes.